Lavdi Zotit që kemi këtë kohë tani që të mund të japim një dhuratë simbolike nënave, motrave, grave, vajzave. Është gëzim. Është shumë gëzim. Edhe vërtet do të thosha gëzuar 8 marsin. Jo vetëm juve, por të gjithë miqve, edhe burrave, se do të merremi pak dhe me burrat sot. Patjetër. Nuk diskutohet. Është dita kur njerëzit dalin në rrugë dhe i shikon me lule, po kafenet me urime, për shembull, ku njerëzit urojnë njëri tjetrin, rrjetet sociale gjithashtu me postime interesante. Po sot duam të nderojmë nënat, gratë, vajzat, motrat tona. Edhe po e them që në fillim, në fakt që nderimi nuk është një event, nderimi nuk është një datë kalendarike, por do ta quaj është një kulturë e zemrës. Tani dikush tha, burri mençur është ai që kujton 8 marsin, ndërsa burri më i mençur është ai që kujton 9-ën, 10-ën, 11-ën, 12-ën, e më radhë domethënë. Sepse po ta themi drejt, nderimi ynë për nënat, motrat, gratë, vajzat nuk mbaron me një lule, me një tufë me lule ose ashtu siç morët sot në mënyrë simbolike, sepse lulet vyshken, ne e dim gjithë këtë gjë, por respekti mbetet. Edhe respekti mbetet në punë, në familje, në shoqëri, nuk diskutohet ashtu siç mbetet edhe mungesa e mos respektit. Le ta theksoj edhe këtë. Tani, disa burra sot vërtet janë të organizuar, Dikush ka vënë telefonin në zile ose në alarm, le ta them, edhe sot 8 marsi, për shembull. Alarm tjetër, bli lule. Alarmi tjetër, mos haro të heqësh etiketën e çmimit. Interesante, por ndonjë burr mund të thotë gruas, zemër, shiko, gruaja në fakt në shtëpi duke mbledhur rrobat për t'i futur në lavatriçe, thotë, zemër, urdhro këto lule janë për ty. Sa mirë, shumë faleminderit. A të pëlqejnë? Po më pëlqejnë, po ti nuk po të shoh që po gëzohesh. Po vras mendjen, tha, ku i ke lënë çorapet prap? Thonë, interesante në kërkim të gjërave që burrat duhet i lënë në vendet e tyre. Po sot do të shohim një histori ku një grua nderon Jezusin. Edhe dini çfarë bën ai? Ai e mbron atë publikisht. Ajo me guxim shkon përpara Jezusit, edhe kryen diçka që me të vërtetë ne do ta konsideronim si diçka shumë të veçantë. Edhe kur një grua njeh vlerën e Jezusit, atëre situata ndryshon shumë. Edhe le ta them që shtëpia mbushet me aromë, me që flasim për 8 marsin sot, po kur një kishë nderon Krishtin, ajo nderon edhe nënat, edhe gratë, edhe motrat, edhe vajzat. Dhe Bibla thot një fjali shumë të bukur. Shikoni me vëmendje, është një varg para se të lexojmë pasazhin për sot, te Gjoni kapitulli 12 dhe vargu 3. Maria, kjo nuk është nëna e Jezusit, është një grua tjetër që është motra e Lazarit edhe Martës, nëse mbani mend historinë. Edhe kjo mori një libër vaj erkëndshëm prej nardi të pastër shumë të kushtueshëm, një parfum vërtet i veçantë, vajosi me të këmbët e Jezusit, i fshiu këmbët e tij me flokët e saj dhe shtëpia u mbush, thuhet, me erën e këtij vaji. Dhe aromat kanë fuqi patjetër. Unë kur ndjej këtë aromën e bukës që është e sapo pjekur, për shumë më kujton fëmijërinë. Aroma e kafes të zgjon. Nuk e di për sa për jush është e vërtetë. Aroma e një parfumi të kujton një person dhe ka aroma të tjera pastaj që sado shpirtëror që ti jesh të zbresin këtu në tokë. Për shembull, mund të jesh duke aroma e qepës, për shembull, mund të jesh ose i lexon Biblën 5 kapituj në mëngjes dhe dukesh sikur je në qiell në parajs, po kur mban erë qep, pastaj aty në ambient, ajo aromë të kujton që je ende në planetin tokë. Dakor, është shumë interesante kjo gjë. Po sot do të flasim për aromën e adhurimit. Si lidhet ajo me nderimin e nënave, grave, vajzave. Edhe kjo është tabloja e sotshme sot, një shtëpi që mbushet me aromë, sepse një grua vendos të nderojë Krishtin pa kursim. Le ta lexojmë pasazhin e do ta shikojmë me vëmendje. Është një pasazh vërtet shumë i veçantë. Jezusi pra 6 ditë përpara Pashkës erdhi në Betani, ku ishte Lazari, ai që kishte vdekur dhe të cilin e kishte ringjallur prej së vdekuris, dhe aty i shtruan një darkë.
dhe Marta shërbente. Por Lazari ishte një nga ata që rinin në tryezë me të. Pra, shikoni, kemi këtu në këtë shtëpi, është shtëpia e Simon Lebrozit, thuhet në Bibël, edhe shkojnë aty, edhe ishte me siguri një i afërm i tyre, cilin e kishte shëruar Jezusi, edhe shkojnë aty Marta, Lazari dhe Maria. Pra, dy motra bashkë me vllajën e tyre. Edhe Marta thuhet shërbente. Lazari ishte ulur aty, edhe Lazari ishte një nga ata që rinë në tryezë me të, dhe Maria mori një libër vajër këndshëm prej nardit pastër shumë të kushtueshëm, shumë edhe vajosi me të këmbët e Jezusit. Para se të lexojmë më tej, më lejoni të them këtë. Lazari është një dëshmi e fuqishme e fuqisë së madhe të Krishtit mbi errësirën dhe vdekjen. Ulur aty në tryezë bashkë me të. Marta, ajo shërbente, ne kështu e gjejmë në Ungjil. Ashtu siç ndodh për shembull me shumë nëna, gra dhe vajza që e mbajnë shtëpinë gjallë me duart që punojnë, shpesh nuk marrin duart trokitje. Po ja ku kemi Martën, e cila është në një situatë të tillë, pra duke punuar, duke bërë gati darkën, edhe Maria adhuron Zotin e qetë, e vëmendshme, duke parë Jezusin. E ndjen që ajo duhet bëj diçka. Edhe dua ta them që nga fillimi, Jezusi hyn në përditshmërinë tonë. Kjo është shumë interesante dhe ato vargjet që lash pa lexuar do t'i shohim me vëmendje më pas. Po Jezusi hyn në përditshmërinë tonë. Jezusi nuk është një Zot i largët që rri në vende të shenjta. Dakor? Ai mbush universin, thuhet në fjalën e Perëndis. Në fakt, ai quhet ndryshe në Bibël fjala e Perëndis. Edhe tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë aty, Gjoni thot, në fillim ishte fjala. Edhe kjo është me shkronjën F, kapitale. Edhe thot, dhe fjala ishte me Perëndin. Dhe fjala ishte Perëndi. Edhe thot, ai fjala ishte në fillim me Perëndin, të gjitha gjërat u bën me anë të tij, me anë të fjalës, dhe pa atë nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Se në fakt Zoti foli edhe gjëja u shfaq, thuhet në Bibël. Pra fjala krijoi gjithçka dhe fjala thuhet ishte Perëndi. Fjala ishte Perëndi. Edhe në vargun 14 thuhet dhe fjala u bë mish dhe ndenji ndër ne. Te letra e parë e Timoteut, kapitulli 3 dhe vargu 16, në fjalën e Zotit thuhet që Perëndia u shfaq në mish. Pra Zoti në një moment të kohës e trupëzoi veten e tij në një trup njerëzor, edhe banoi ndër ne. Dhe ne sot lidhëm lavdinë e tij si lavdia e të vetëmlindurit nga Ati plot hir dhe të vërtet. Pra ai erdhi përmes një lindjeje fizike, ne e dimi gjë të tillë, prandaj festojmë edhe Krishtlindjen, edhe erdhi në tokë në një trup njerëzor, sepse kishte një mision për njerëzit. Ai u afrua, u bë pjesë e përditshmërisë së njeriut. Edhe ai shkon në shtëpi, ulet në tryezë, hyn në jetën e përditshme, nëse mund ta them kështu në formë simbolike, po dhe të vërtet. Sot nëse je nën, grua, vajzë, dhe ndoshta je lodhur nga jeta, nga barra, nga padrejtësitë, dua të dish që Jezusi nuk është indiferent, ai është i afërt. Le ta them fillimisht këtë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ne të gjithë, patjetër nënat, gratë, vajzat, motrat, po gjithë ju që jeni këtu sot, edhe ju që jeni burra, djem, të ftuar sot për të parë, sa mirë që jeni mes nesh, por të gjithë ne gjendemi në përditshmërinë tonë, në familje, në punë, në kuzhinë, nënat me fëmijët e tyre, në halle, në rutinë, edhe fjala e Zotit thotë që vlera e njeriut vjen nga fakti që njeriu është krijuar nga Perëndia. Të gjithë ne jemi krijesa të Perëndis. Tek Zanafilla kapitulli i parë dhe vargu 27 thuhet, kështu Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet. Sipas shëmbulltyrës Perëndis e krijoi ai. Krijoi mashkullin dhe femrën. Kështu thuhet në fjalën e Zotit. Pra ai i krijoi mashkullin edhe femrën. Zoti është krijuesi. Ai e bëri një gjë të tillë. Pra dinjiteti i gruas nuk vjen nga paga, nuk vjen nga statusi në shoqëri, nuk vjen nga mosha, nuk vjen nga bukuria, nuk vjen as nga ata që e duan apo nuk e duan atë, por vlera e një gruaje vjen nga Perëndia, sepse është krijesë e Zotit.
Edhe ai e vlerën. Jezusi e konfirmon këtë dinjitet me mënyrën si e trajton grua. Në fjalën e Zotit, për shembull, ai foli me gra që të tjerët i shmangnin. Ju kujtohet gruaja samaritane te Injilli i Gjonit kapitulli 4? Jezusi foli me të. Ai i dëgjoi. Ai i shëroi. Ai i nderoi. Jezusi, po. Ai nuk i nënçmoi, nuk i shfrytëzoi, ai i shpëtoi. E po të kemi parasysh rrjedhën e ungjive, kjo gjë është e vërtet dhe këtë dua të them, 8 marsi është një rast i mirë, por kultura e nderimit duhet të jetë çdo ditë. Shikoni çfarë na thot fjala e Zotit, se ndoshta keni dëgjuar këtë fjalë nderim pak si shpesh sot, po vjen nga fjala e Zotit një gjë e tillë. Shikoni me vëmendje. Ju burra gjithashtu jetoni me dituri me gratë tuaja. Jetoni me dituri, me urtësi me gratë tuaja. Si enë më e dobët duke u dhënë çfarë? Nder. Duke u dhënë nder. Dhe thot, sepse dhe ato janë bashkëtrashëgimtare të hirit jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. Të mos pengohen lutjet tuaja. Shikoni një tjetër te Efezianët kapitulli 5 dhe vargu 25. Ju burra, duajini gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën dhe e dha veten e tij për të. Aq shumë e deshi Krishti kishën sa që dha veten, dha jetën e tij për të. Edhe kjo është diçka që është me të vërtetë e fortë. Shikoni një tjetër te Kolosianët kapitulli 3 dhe vargu 19 thotë ju burrat, duajini gratë tuaja, thotë dhe mos u bëni të hidhur ndaj tyre. Dhe vini re, këto nuk janë fjalë romantike. Këto janë urdhërime nga Zoti. Urdhërime nga Zoti. Tani ka njerëz që thonë unë dua gruan time, mirë, po dashuria pa nderim çfarë vlere ka? Dashuria e vërtet, ndonjëherë këtu i flas dhe vetes time. Bën disa gjëra që ndoshta nuk i pëlqen. Dashuria e vërtet lan enët ndonjëherë, për shembull. Ta dini, le ta themi që ka burra këtu në mesin ton që janë të thellë nga ana teologjike, din nga Bibla, kanë njohuri nga fjala e Zotit, edhe vërtet, burra demonët hiqen me lutje, e dim këtë gjë. Po plurat në shtëpi me çfarë hiqen? Me çfarë? Me leck. Me leck. Qofse nuk ke nevojë ta mësosh? Jo, lutu, po. Jo, shumë burra kanë frikë dhe nga fshesa me korrent. Janë të mirë, po kanë frikë nga ajo. Jezusi është i denjë për adhurim, gjithashtu. Ai është i denjë për adhurim. Në fakt, fjala e Zotit ka shumë për të thënë në lidhje me këtë, po e dini çfarë bëri Maria? Ajo e dinte vlerën e Jezusit. E dinte çfarë vlerë kishte ai. Edhe kjo të bën përshtypje në këtë histori. Ajo dha diçka me vlerë reale. Maria merr këtë nardin e pastër, parfum të shtrenjtë, e derdh mbi këmbët e Jezusit dhe fshin me flokët e saj. Dhe në të vërtet, çfarë kuptimi mund të ketë kjo, një gjë e tillë, sepse duket pak si fyese ndoshta, do ta shohim se çfarë kuptimi ka kjo. Po s'pari le të kuptojmë që adhurimi i vërtet kushton. Kjo është e vërtet. Adhurimi i vërtet kushton. Ajo e dinte se kush ishte ai që ishte aty bashkë me ta. Biri Perëndis. Perëndia në mish. Edhe ajo mori një libër vaj i erkëndshëm prej nardit pastër, thuhet në fjalën e Zotit, shumë të kushtueshëm, vajosi me të këmbët e Jezusit dhe i fshiu këmbët e tij me flokët e saj dhe shtëpia u mbush me erën e këtij vaji. Tani ky parfum ishte shumë i shtrenjtë, ishte shumë i kushtueshëm, thuhet aty. Ishte shumë i kushtueshëm. Në fakt, në vargun 5 shikoni sa ishte vlera e këtij parfumi. 300 denar thuhet. Dhe në atë kohë, po të shikoni historinë, po të studioni pak historinë e kohës, do të shikoni që një punëtor paguaj 1 denar në ditë. Edhe ky parfum kushtonte 300 denar. Dhe në hiq ditët e pushimit, nëse bënin ndonjë ditë pushim ata, i binte që vlera e këtij parfumi kaq të shtrenjtë ishte vlera ose më saktë ishte paga vjetore, le ta them, e një punëtori. Afërsisht. Paga vjetore e një punëtori. Tani shumëzoje pak pagën tënde me 12. Sa merr në muaj? Shumëzoje me 12. E do të djesh sa ishte vlera e këtij parfumi. Po të bësh një analogji. Që ajo, si thuash, e shpenzoi për Krishtin. Bëja llogari sa
sa ishte vlera e këtij parfumi. Pra ishte shumë i shtrenjtë. Sasia e vajit këtu ishte 1 libër, thuhet. Shikoni 1 libër vaj. Edhe po ta kontrollojmë me njësi të madhe të asaj kohës, ishte aty rreth 327 gram në peshë. Po ta kthejmë në mililitra, në varësi nga dëndësia e vajit, sepse vaji sigurisht që peshon pak më shumë, mund të ishte 330-350 mililitra. Sa një shishe, kështu që 250 janë ato që shiten, por ka dhe më të mëdha, aq parfum ishte. Edhe ishte shumë i shtrenjtë për Marin, ajo e bëri me gjithë dëshirën e saj një gjë të tillë. Ajo nuk po e bënte një gjë të tillë sa për sy e faqe, si mund të mendojnë njerëzit. Në fakt ajo po jep diçka me vlerë. Edhe vini re me kujdes që një gjë e tillë nuk ishte një, le të them, një akt impulsiv i momentit. Jo, ajo kishte kohë që e kishte menduar një gjë të tillë. Ju mund thoni si e diti një gjë të tillë, po patjetër sepse Jezusi tha, "Lëre, ajo e ka ruajtur", thot, për ditën e varrimit tim, ajo ka ruajtur atë. Ajo e kishte menduar një gjë të tillë edhe më përpara. Dhe çfarë bekimi të japësh Zotit gjën më të çmuar që mund të kesh? Atë që ka më shumë vlerë se çdo gjë tjetër. Mendoni çfarë vlere që kishte ai parfum. Tek Marku kapitulli 14 dhe vargu 3 thuhet që ajo kishte, sepse plotësoi njëri tjetrin në ngjit, ishte në një enë alabastri, me vaj erkëndshëm, me nard të vërtet, shumë të kushtueshëm thuhet aty. Pra në një enë alabastri e kishte atë. Edhe ajo e theu enën prej alabastri, do të thotë që e shpenzoi të gjithë vajin, jo vetëm një pjesë të atij parfumi, një pjesë të atij vaji, të gjithin ajo e shpenzoi dhe është një parim i rëndësishëm që diçka duhet të thyet para se dashuria e vërtet të derdhet. Interesante, dhe ajo do ta thyente atë enë, e theu enën prej alabastri, ja ku e keni poshtë në vargun 3, aty, e theu enën prej alabastri. Të gjithë vajin e shpenzoi dhe adhurimi vërtet është i thellë. Është më i thellë se sa mendojmë ndonjëherë, është më i shtrenjtë adhurimi ndaj Zotit se çdo gjë tjetër. Zot, edhe nëse vuaj, unë të dua ty. Zot, edhe nëse kam prova, probleme, Zot, unë të dua ty. Unë jap gjithçka për ty, edhe megjithëse mund të më kushtoj, unë të dua ty, pavarësisht nga koste, pavarësisht nga pasojat. Ky është adhurimi vërtet. Edhe ajo ishte kaq e fokusuar në këtë gjë. Kjo na kujton atë që ndodhi me Davidin, u kujtohet me mbretin David, i cili do t'i ofronte një flijim Perëndis edhe dikush i ofroi tokën, i ofroi drut, i ofroi qet që ai mund të kryente ato flijime dhe si tha Davidi, unë nuk mund t'i ofroj Perëndis holokaust apo flijime që nuk më kushtojnë asgjë. Kështu u shpreh Davidi. Adhurimi vërtet ka kosto. Kushton kohë, është me zemër, bëhet me përulësi, është prioritete dhe kjo na sjell ndërmend nënat, gratë, motrat sa herë që ato japin diçka të vlefshme. Me të vërtet, kur je mendon jo me zhurmë, por me dashuri. Ne të pagjum, energjinë, durimin, edhe kur nuk u kthehet me fjalë të mira, shëndetin, lutjet, lot edhe në fshehtësi, edhe në heshtje, duke mbajtur familjen në këmbë, ushqimin në tryezë, ngrohtësinë në shtëpi. Për krajen, shpesh duke harruar dhe veten. Po shpesh s'ka duartrokitje, sikundër e thash, dhe shoqëria shpesh nuk e kupton vlerën e atij parfumi që ato derdhin çdo ditë. Edhe ne jemi shumë mirënjohës për këtë, sepse Zoti e sheh. Zoti e sheh atë. Adhurimi tregohet me përulësi dhe guxim. Në fakt, ju e patë se çfarë bëri ajo. Jo vetëm që e derdhi parfumin në këmbët e Jezusit, por fshiu këmbët me flokët e saj. Dhe dikush këtu në sallë ndoshta nuk e pëlqen një gjë të tillë, ndoshta e përbuz Marin, si ka mundësi që ajo e bëri një gjë të tillë. Ndoshta nuk të vjen mirë që ajo bëri një akt të tillë, kreu një gjest të tillë. Por e dini çfarë? Maria ishte kaq e zhytur në dashurinë e saj ndaj Zotit, sa që asaj nuk i bënte përshtypje ajo gjë fare. Edhe me të vërtet, ajo ishte shumë e guximshme, ishte një akt përulësie, dhe ajo riskoi reputacionin e saj. Ashtu siç mund të ketë këtu ndonjë njeri që mund ta gjykojë Marin pse ajo veproi në një mënyrë të tillë. Po e dini çfarë, ajo dalloi lavdinë e Krishtit. Ju mund thoni nga e diti një gjë të tillë, po e di sepse te letra e parë e Korintësve 11, aty thuhet që flokët janë dhënë gruas, edhe ato janë lavdia e saj. Mbulesa e saj.
Edhe në fakt tregon shumë qartë me anë të këtij adhurimi, çfarë adhurimi? Ku ajo tregoi që lavdia e njeriut i takon krijuesit, Zotit. Edhe çfarë përulësie që Maria bëri me një vepër të tillë. Maria me atë veprim po thot, Zot, ti je më i madh se sa mendimi i njerëzve. Ti je më shumë, ti vlen më shumë se imazhi im. Ti je gjithçka. Zot, ti je i denj. Zot, ti je i denj. Më kujton në atë parimin të letër pare Samuelit, kapitulli 16, ku Zoti i tha Samuelit, kur ai po përgatitej që të zgjidhte një mbret pasardhës të Saulit. Zoti i tha, hej, Samuel, mos shiko as shtatin, mos shiko, thot as, ja ta them, Zoti nuk shikon si shikon njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Sepse ky pa me sy dikë që ishte i gjatë, edhe me siguri tha, ky do të jetë ai që Zoti ka zgjedhur, dhe Zoti tha që Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Zoti shikon zemrën. Zoti nuk shikon pamjen. Edhe Maria nuk po mendonte aty se si dukej. Ajo po mendonte sa i denj është Jezusi. Sa i denj është Jezusi. Dhe me të vërtetë të bën përshtypje. Dhe adhurimi vërtet ndikon tek të tjerët gjithashtu. Shikoni në vargun 3 thuhet, dhe shtëpia u mbushtot me erën e këtij vaji. Ky nuk është një detaj poetik. Ktu është një mësim shpirtëror shumë i rëndësishëm. Kur Maria e derdhi parfumin, nuk ishte diçka private që askush nuk e ndjeu. Jo, atë e ndjen të gjithë. Në fakt, adhurimi vërtet lë gjurmë. Edhe kjo gjë dalloi, pra kishte efekt tek të tjerët që e rrethuan. Adhurimi vërtet nuk mund të fshihet. Ai mbush gjithë shtëpinë. Ashtu si thuhet në fjalën e Zotit. Kur adhurojmë Zotin e ndjejmë të gjithë, është një aromë mirë, është një parfum e mirë dhe të gjithë do ta bëjnë re. Ashtu siç ndodhi në rastin ton. Ka aroma që nuk i fshet dot. Për shembull, nëse ke gatuar peshk, për drek, ore hapi dritaret aeroset ose vërde nga ato qirind, kështu që janë me aromatizues, shtëpia do ta tregoj. Dakor, është e vërtet një gjë e tillë. Edhe po kështu është me shtëpinë, kur në shtëpi ka dashuri e ndjen. Kur në shtëpi ka respekt e ndjen. Kur në shtëpi ka ftohtësi e ndjen, kur ka fyerje e ndjen, sepse shtëpitë kanë aromë. Me të vërtet kanë aromë. Dhe pyetja sot është, çfarë aromë mbush shtëpinë tonë? Aromë e mirësisë, e faljes, e nderimit, apo aroma e kritikës, e ftohtësisë, e përbuzjes? Në fakt, në lidhje me gratë dhe vajzat, vërtet Zoti i ka bërë të tilla, të ndjeshme, edhe ato unë do t'i quaja termometri emocional i shtëpisë, e ndjen atmosferën. Kur një shtëpi është e ftohtë, gratë ndjen shpejt. Kur aty ka dashuri, kur ka paqe, ka ngrohtësi, ato e ndjen. Jo se është 8 marsi, por nëse duam të nderojmë nënat, gratë, vajzat, nuk mjafton një dhuratë. Duhet të ndryshoj aroma. Aroma e komunikimit, e sjelljes, e fjalëve, mënyrës se si trajtojmë çdo ditë. E kjo është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Ju mund të thoni çfarë lidhje ka kjo? Është e fuqishme sepse nëse bëjmë fjalë për adhurimin, që dha ai është një aromë për Zotin, atëre ai nuk mund të mbetet brenda nesh, por ai përhapet. Shikoni si e lidh fjala e Zotit, sepse këto nuk janë thjesht fjalë që na bën të mendojmë kështu, të filozofojmë nga vetja, por te letra e 2 të Korintasve kapitulli 2 thuhet, por falemnderit Perëndis thot Pali, që na bën të ngadhinjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh thot erën e këndshme të njohurisë së vet. Në vargun 15, sepse ne jemi për Perëndin thot era e mirë e Krishtit ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin. Thot ne shfaqim erën e njohurisë së Perëndis, aromën e njohurisë së Perëndis, dhe çfarë thuhet aty që ne jemi aroma e Krishtit, jemi era e mirë e Krishtit. Shihoni sa vlerë që ka një gjë e tillë. Pra pyetja është çfarë arome përhap jeta jonë? A mbushet shtëpia jonë me aromën e Krishtit, me dashuri, me respekt, me shërbim? O lajmi mirë është që Krishti mund ta ndryshojë aromën e shtëpisë. Kjo nuk diskutohet. Tani një gjë tjetër, sepse duhet kemi ekuilibër këtu. Adhurimi vërtet tërheq kritika. Jo gjithkujt i pëlqen. Për shembull këtu kemi një zë që dëgohet. Është dikush që prish aromën e shtëpisë me cinizmin e tij. Shikoni me vëmendje se çfarë ndodh. Në vargun 5 thuhet, pse nuk ushqit ky vaj i këndshëm për 300 denar dhe t'u jepej të varfërve? Kush është ky që flet? Judas Iskarioti. Pse nuk ushqit ky edhe tingëllon shumë shpirtëror
si person ky. Është një njeri që thua, wow, sa të drejt ka ky për shkak që ta marrim këtë parfum, ta shesim, edhe t'u japim paratë e këtij parfumi, të thënë që daljen si rezultati i shitjes së parfumit, t'u japim atyre që kanë nevojë, që janë të varfër. Pse të mos e bëjmë një gjë të tillë? Dhe tingëllon në pamje të parë shumë e drejtë, por Gjoni e zbërthen një gjë të tillë. Në vargun 6 shikoni me vëmendje, thuhet, por këtë e tha, jo se kujdesej për të varfrit, por sepse ishte vjedhës dhe duke patur arkën, mbante çdo gjë që shtinin aty. Që shtiheshin, pra që hidheshin aty. Edhe ai nuk e tha se i donte të varfrit, po sepse ishte hajdut. Ka njerëz që duken shpirtëror, që duken frymëror në pamje të parë kur i sheh, por në të vërtetë nuk është ashtu. Edhe këtu është një mësim i madh. Mund të flasësh gjuhën e drejtësisë, por të kesh një zemër të dyzuar. Edhe kjo është një e vërtetë. Interesi vetjak maskohet si bamirësi në këtë rast, nga ana e Judës. Ai përdori një kauzë fisnike, siç janë të varfrit. Është një kauzë e vërtetë, e drejtë. Dakor, shumë e rëndësishme. Të ndihmosh të varfrit është një gjë me të vërtetë me vlerë. Edhe e përdori këtë kauzë fisnike për të fshehur babzinë e tij. Ai kritikoi, le të them, adhurimin apo bujarinë e Marisë, sepse ajo bujari doli jashtë llogarive të tij. Edhe po të shikoni këtu, Maria dha me vullnet të lirë diçka që vlente 300 denar. Nuk kaloi shumë, edhe Jud Iskarioti e shiti Jezusin për sa? Sa? 30 sikle argjendi. Në fakt unë përpoqja të bëja pak llogarin, por nuk është kjo tema e mësimit sot. Por ta dini që Maria dha 2.5 herë më shumë, nëse bëni llogaritë, se nuk do futem në detaje tani, vlerë për Krishtin se sa Juda e shiti Jezusin për 30 monedha argjendi. Sido që krahasimi nuk është real, sepse janë për dy vepra të ndryshme. Por ju lutem le të kuptojmë këtë gjë që ajo është adhuruese e vërtet, ai është hajdut. Maria troqi vëmendjen e të gjithëve tek Zoti, ndërsa Juda ktheu mendimet e të gjithëve nga Jezusi tek të varfrit. Këtë bën feja në fakt. Këtë bën feja. Dhe ju mund të thoni, po mirë, si mund ta shpjegojmë një gjë të unë ta shpjegoj se cili është kuptimi i kësaj, po Juda është ai tipi, atij personi që në dasm mezi e thot urime, ose nuk ta thot fare, po thot sa kushtoi menuja për çdo person. Dhe ky lloj njeriu ishte, ai është kontabilisti i adhurimit, kontabilisti i shenjtërisë. Edhe ai di çmimin e gjithçkaje, por nuk dashuron askënd veç vetes. Ky është Juda. Madje ç'është më e rënda, ai nuk e kupton vlerën e Jezusit. Nuk e kupton vlerën e Jezusit. Vlera që ka Jezusi nuk mund të matet, nuk mund të krahasohet me asgjë. Vlera e Krishtit. Maria adhuron, Juda kritikon. Maria derdh parfumin, Juda numëron. Juda llogarit 300 denar, Maria adhuron, thotë ti je i denjë o Zot. Ti je i denjë o Zot. Dhe kjo frymë e Judës mund të hyjë edhe në shtëpi, edhe në kish. Kur e kthejmë dashurinë në llogari, unë bëra këtë, ti se bëre atë. Kjo frymë hyn kur ne kthejmë nderimin në bilancë, unë punoj, ti s'punon. Edhe në familje. Për shembull. Kjo frymë hyn në kish gjithashtu, e kthen shërbimin në garë. Nuk duhet të jetë kështu. Të gjithë ne duhet të shërbejmë Zotit, pa u krahasuar me njëri tjetrin. Zoti është standardi ynë. Le ta kuptojmë mirë këtë gjë. Prandaj Bibla thotë letra e parë Korintësve kapitulli 13 është një pasazh i njohur. Pali thotë, po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve. Me fjalë të dija çdo gjë, sa i takon të folurit. Të mos kisha dashuri, thotë, do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. Pa jetë, pa gjallëri, thjesht një kumbim edhe kaq. Edhe po të kisha dhuntinë e profecisë dhe dija të gjitha misteret dhe mbar shkencën, dhe po të kisha të gjithë besimin sa të luaje nga vendi malët, thot, po të mos kisha dashuri, nuk do të isha asgjë. Dhe po të ndaja gjithë shkam timen, që të ushqeja të varfrit, shikoni, ja ku e kemi këto, të ushqeja të varfrit, dhe po të jepja trupin tim që të digjej, dhe të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria e vërtetë është e tillë. Juda lakmonte për veten e tij. Ç'lidhje ka kjo me ne sot? Ky kontrast është me të vërtetë shumë aktual. Një grua, një nën, një vajzë bën diçka me zemër, dikush ja pret me cinizëm, siç ndodhi në rastin e Judës me Marin. Ndonjëherë një nën jep maksimumin dhe njerëzit e marrin si të mirëqen. Fëmijët e marrin të mirëqen. Kur një grua apo vajzë lutet, dikush mund të thotë pse e bën për të dukur. Kur shërben, thotë pse hiqesh sikur shërben.
Kur një grua vendos të ndjekë Jezusin seriozisht, dikush mund të thotë, u bëre shumë fetare. Edhe ka shumë cinizëm në shoqëri, në familje, sa i takon grave, vajzave dhe nënave që duan të shërbejnë Zotit, dhe cinizmi e prish aromën e shtëpisë. Është si të hedhësh deodorant pa bërë dush, për shembull. Nuk mund të nuk shkon kjo. Zoti nuk do maskim. Ai do zemër të re. Do zemër të re. Adhurimi vërtet e vë Jezusin mbi gjithçka. Në fakt, kjo po ndodh në historinë tonë. Shikoni çfarë fjalët mrekullueshme që thot Jezusi. Kur Juda thot atë që thot për Marin. Shikoni çfarë thot Jezusi. Lëre të qetë. Ajo e ka ruajtur për ditën e varrimit tim. Një nga fjalit më të bukura të këtij pasazhi. Jezusi nuk e lë Marin të turpërohet. Ai e mbron publikisht Marin. Edhe në një botë ku gratë shpesh janë ulur, përdorur, heshtur, Jezusi u jep zë, u jep dinjitet. Në fakt kështu ka ndodhur, ai u jep afërsi, dhe mendoni jetën e tij gjatë ungjive. Ai flet me gruan samaritane, unë e përmenda, dhe i zbulon asaj me sin, kur të tjerët e përçmonin këtë grua. Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 4, ai vlerësonte gratë si dishepujt që e ndiqnin. Ai ju shfaq pas ringjalljes së tij, ju kujtohet një grup i grash. Duke u besuar, kë u besoi? Lajmin më të mirë, më të madh, që ai është shpëtimtari. Amen? Ju kujtohet. Kjo do të thotë që Jezusi shes zemrën e gruas, nderon besimin e saj, e vendos dinjitetin e saj aty ku duhet. Përkundër cinizmit të njerëzve, të burrave apo botës. Edhe ai thot diçka pastaj që shpesh keq kuptohet. Shikoni me vëmendje se çfarë ndodh në historinë tonë. Sepse të varfrit, thot në vargun 8, i keni gjithmonë me ju, por mua nuk më keni gjithmonë. Interesante. Juda ishte i shqetësuar për urdhërimin e dytë. Cili është urdhërimi i dytë? Më i madhi? Duaj të afërmin, por si vetvete. Ndërsa Maria ishte e shqetësuar për urdhërimin e parë, që është më i madhi. Cili është urdhërimi i parë? Duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë? Gjitha këto domethënë. Dhe Marisi duhet të thyen të urdhërimin e dytë, që të zbatonte të parin. Në fakt po e them në thonjza këtë, po e thyen të urdhërimin e dytë, se në fakt ajo as nuk mendoi që nuk duhet të ndihmojmë të varfrit. Dakor, le të jemi të qartë në lidhje me këtë gjë. Po thjesht ishte fokusuar tek Zoti, tek Jezu Krishti që kishte aty përpara syve të saj. Edhe me të vërtetë, dashuria ndaj Zotit duket si urrëtie në krahasim me dashurinë që mund të kesh ndaj të tjerëve. Aq e madhe është. Edhe Jezusi nuk po thotë që mos u kujdesni për të varfrit, përkundrazi, ne e dimë që fjala e Zotit na mëson që të jemi bujar, është kështu? Nuk nxora vargje, se Bibla është e mbushur me vargje të tilla. Fjala e Zotit është plot me thirrje për mëshirë. Po ai e dini çfarë po bën Jezusi këtu? Ai po vendos prioritetin absolut. Le ta kuptojmë mirë këtë gjë. Asgjë nuk është më e rëndësishme se Krishti. Asgjë. Nuk është, shikoj se njerëzit e keq kuptojnë një varg të tillë, por le të them që asgjë nuk është më e rëndësishme se Krishti. Nuk ka asnjë kauzë më të madhe se sa vetë Krishti. Nëse u mbasim Krishtin, u mbasim gjithçka. E dini këtë gjë? Nëse e kemi atë, nëse e kemi Krishtin, ne kemi bazën. E kemi bazën për të dashur edhe të varfrit, edhe familjen, edhe të tjerët, sepse Krishti na transformon zemrën. Gjithçka që bëjmë sepse Krishti na ndryshon. Amen? Për shkak të tij. Le ta kuptojmë një gjë të tillë. Përndryshe bamirësia bëhet moralizëm. Dhe tani kjo është ura drejt ungjillit. Jezusi e lidh veprimin e Marisë me varrimin e tij. Prandaj tha në vargun 7, lëre, ajo e ka ruajtur për ditën e varrimit tim. Pa e ditur, Maria po na i çon syt drejt një gjëje. Në fakt, në fjalën e Zotit që thuhet që kjo ngjarje ndodhi 6 ditë përpara Pashkës. Atmosfera aty nuk ishte e qetë në qytet. Madje kishte rrezik në atë kohë.
Jezusi po shkonte drejt kryqit. Jezusi po shkonte të vdiste. Nga ana kulturore, në lindjen e mesme, kur doje të ndaroje dikë, e lyeje me vaj këtu në ballë, ose e derdhje në kokë. Ndërsa shenja, kur dikujt i vajos këmbët, zakonisht u a bënin këtë gjë njerëzve të vdekur, kufomave, që përgatisnin trupin e tyre për varrim. Edhe kjo është nga ana kulturore, dhe këtu fillon kulmi, pse do të vdes Jezusi, për kë? Për kë do të vdes? Fakt, Krishti vdiq për ne. Le ta them që nga fillimi. Një enë u thye, jo ena e alabastrit të Maris, po një enë u thye, dhe një dashurie përsosur u derdh. Trupi i tij u thye. Trupi i tij u thye. Që ata që i besojnë atij, të marrin dhurat jetën e tij. Edhe jeta e tij nuk është jetë njerëzore, është jetë e përjetshme. Pse kjo histori është më shumë se sa thjesht një gjest i bukur? Tani duhet të flas shumë qartë për gjithë, patjetër për nënat, gratë, vajzat, motrat tona, pa diskutim. Po për këdo që na ka nderuar sot, je i ftuar edhe na ka ardhur sot për të parë. Faleminderit që je mes nesh. Po shikoni çfarë thot ky varg në detaje. Ajo e ka ruajtur këtë parfum pra, për ditën e varrimit tim. Maria derdhi parfumin, po e dini çfarë? Jezusi do të derdhte diçka shumë më të shtrenjtë. Jetën e tij. Jetën e tij. Jezusi po shkon të vdes, ai është shpëtimtari i qëllimshëm, po pse erdhi Jezusi? Pse do vdiste ai? Problemi më i madh i njerëzit nuk është në mungesën e luleve për 8 mars, edhe nëse nuk e morë një lule, megjithëse menduam sot për gjitha. Nuk është mungesa e respektit, megjithëse është diçka e dhimbshme, si problem. Por problemi vërtet i njerëzit është më i thellë, është mëkati, është ndarja jonë nga Zoti, fajësia, turpi, zemërimi, lakmia, plagët që i shkaktojmë të tjerëve dhe vetes. Prandaj në Bibël thuhet të gjithë mëkatuan, të gjithë kanë mëkatuar. Dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Të mëkatosh në sytë e Zotit do të thotë të shkelësh ligjin e tij. Sepse mëkati është shkelja e ligjit, thuhet në fjalën e Zotit. Cili është ligji? Të mëkatosh do të thotë të vjedhësh. Në Bibël thuhet mos vjedh. Është një ndër 10 urdhërimet. Është të mashtrosh, të shkelësh kurorën, të lakmosh gjën e tjetrit, gruan e tjetrit, të mos nderosh atin tënd dhe nënën tënde, të përmendësh emrin e Zotit më kot, të mos të mos vracesh. Është një urdhër gjithashtu. Dhe megjithëse njerëzit edhe këtu në sallë mund të thotë dikush që unë nuk kam vrarë askënd. Jezusi thotë Mateu kapitulli 5 që edhe nëse ti e urren dikë, është njësoj sikur ta kesh vrarë në zemrën tënde. Pra është mëkat. Gjithashtu të kesh perëndi të tjerë veç Zotit. Këto janë një pjesë e urdhrimeve që ai përshkruan tek Eksodi kapitulli 20. 10 urdhrimet. Të gjithë janë mëkatar, të gjithë kanë mëkatuar. Nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një, që të jetë plotësisht i pafajshëm përpara Zotit. Të gjithë kanë mëkatuar, sepse paga e mëkatit është vdekja. Pra nëse dikush mëkaton, paga e mëkatit është vdekja, por ne jemi të gjithë mëkatarë dhe të gjithë meritojmë të vdesim. Edhe kjo është vdekja fizike, prandaj njerëzit vdesin. Në fillim kur Zoti krijoi njeriu, ai do të kishte mundësi Adami që të hante nga pema e jetës. Po kjo nuk ndodhi, dini pse? Sepse njeriu mëkatoi. Edhe kur Adami, njeriu i parë mëkatoi, vdekja u shtrit tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan, thuhet në fjalën e Perëndis. Të gjithë mëkatuan. Pagesa e mëkatit është vdekja. Prandaj nuk ka asnjëri që të mund të jetë, le të them, bindur këtij ligji që Zoti ka vendosur, sepse paga e mëkatit është vdekja. Njerëzit dëshirojnë jetë, përpiqen sot me gjithë lloj mënyrash, duke përdorur teknologjinë, inteligjencën artificiale,
që të kenë jetë dhe më shumë, por vjen momenti dhe shiriti këputet. Jeta është si një avull, thuhet në fjalën e Zotit. Lavdia e njeriut është si bari, mishi i tij, si lule bari, domethënë edhe vyshket dhe prishet. Ne nuk mendojmë për këto gjëra, por ky është realiteti i jetës. Ky është realiteti i jetës. Dhe kjo është vdekja fizike, por është një vdekje tjetër që është më e dhimbshme se sa kjo. Kjo është vdekja shpirtërore, që quhet vdekja e dytë, por frikacakët dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasit dhe kurvërusit dhe magjistarët dhe i dhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët do të kenë pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Kjo është vdekja shpirtërore. Vdekja shpirtërore është do të jesh i ndarë larg prezencës Perëndis plotfuqishëm në një vend vuajtjesh të tmerrshëm. Kur njeriu vdes, shpirti shkon diku, edhe më mirë jo në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur. Prandaj ekziston ky lajm i mirë. Nëse paga e mëkatit është vdekja, nëse paga e mëkatit është vdekja, dhurata e Perëndis, shikoni me vëmendje, është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit tonë. Prandaj erdhi Krishti. Erdhi që t'i shpëtonte njerëzit nga vdekja e dytë, nga pagesa e mëkatit, që t'u jepte atyre dhuratën më të madhe që njeriu ka nevojë ndonjëherë, dhe kjo është jeta e përjetshme. Ne lexuam nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, që thuhej në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Po më poshtë, diku në vargjet më poshtë thuhet në atë ishte jeta. Dhe jeta është drita e njerëzve, drita e botës. Jezusi vetë tha te Gjoni 14, tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon te Kati përveç se nëpërmjet meje. Ai që ka birin e Perëndis ka jetën e përjetshme. Ai erdhi lindi përmes një gruaje, prandaj u quajt bir, po ai ishte fjala e Perëndis, është Perëndia vet, që erdhi në tokë në trajt njerëzore. Që t'i jepte njeriu dhuratën më të çmuar, por kjo dhuratë kishte një pagesë që Jezusi duhet paguante. Dhe pagesa ishte shumë e rëndë për dikë i cili nuk kishte mëkatuar asnjëherë. Si mund të mëkatoj Perëndia, apo jo? Ai erdhi si njëri prej nesh. Në Bibël thuhet te letra e Hebrejve që ai u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkat. Pa mëkat. Është i vetmi që mund të paguaj mëkatin tënd, mëkatin tim. I vetmi, sepse që dikush të marrë mëkatin tim duhet të jetë vetë pa mëkat, që pagesa të jetë e plot përpara Perëndis. Edhe Jezusi ishte i pa mëkat, edhe ai mori këtë pagesë. Ky është lajmi i mirë. Ai erdhi të marrë mbi vete fajin ton. Zgjodhi të na shpëtonte. Mund të ikte nga kryqi Krishti. Kështu u tundua në fakt që ai të bënte. Por ai zgjodhi që të na shpëtoj. Zgjodhi që të na shpëtoj. Prandaj thuhet, por Perëndia e tregon dashurinë e tij. Dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Çfarë lexuam më përpara, cila është paga e mëkatit? Paga e mëkatit është vdekja. Çfarë bëri Krishti? Ai vdiq për ne. Ai që ishte pa mëkat, nuk kishte pse. Mori përsipër mëkatin ton. Në drurin e kryqit, mbi trupin e tij. Trupi i tij u thye. Ajo ena, trupi i Krishtit u thye. Dashuria e tij u derdh. Ai kaq shumë na deshi. Kur ende ishim mëkatar, ai vdiq për ne. Ai mori këtë pagesë për ta paguar, një vdekje zvendësuese. Ne meritonim, ai vdiq për ne. Prandaj ky është ungjilli, thotë, sepse unë ju kam transmetuar, thotë apostulli Paul para zgjidhash, atë që edhe mora se Krishti vdiq për mëkatet tona, thotë. Nuk vdiq ashtu kot, ai ishte i qëllimshëm. Erdhi me qëllim për të paguar për mëkatet tona. Sepse ne meritojmë të vdesim larg prezencës Perëndis. Po ai vdiq për mëkatet tona, thotë, sipas shkrimeve, u varros, thotë, u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Vdekja nuk mund ta mbajë dot atë.
Ai është i shenjtë. Nuk mund ta mbajë dot vdekja. Sepse pagesa e mëkatit është vdekja, ai nuk kish mëkatuar ndonjëherë. Por vuajti pagesën tonë. Kjo është arsyeja pse Jezusi vlen më shumë se çdo çmim. Ai nuk ka krahasim. Ai vlen më shumë se çdo gjë, sepse ai dha veten. Në fakt, lidhja e bukur me aromën, nëse doni aromë përsëri tek vepra e Krishtit, duam pak aromë të mirë. Shikoni një aromë vërtet të mirë, thotë, dhe ecni në dashuri, thuhet, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne. E dha veten për ne. Si blat dhe flijim Perëndis. Si çfarë? Si një parfum erë mirë. Si një parfum erë mirë. Krishti vetë. Krishti vetë, për ty. Për shkak se kaq shumë të deshi. Kaq shumë të deshi. Sa ai që dha veten si një flijim, si një blat për ty. Si një parfum erë mirë. Çfarë vepre? Çfarë vepre që kreu? Në qoftë se parfumi Maris mbushi shtëpinë, flijimi i Krishtit mbush botën me shpresë. Për shpëtim. Për kë është kjo vepër e Krishtit? Për ty që je i lodhur. Për ty që je i lodhur. Sot, për ty që ke turp, për ty që ke barë që je zgënjur nga njerëzit, për ty që ke dhimbje, ose një boshllëk në zemër, për ty që për të parë je sot këtu dhe thua nuk di shumë për Zotin. Faleminderit që je mes nesh, por shpëtimi nuk vjen nga sa di, por vjen nga fakti se kënje. Luma ai që njeh Krishtin. Ai erdhi për ty. Vdiq për ty në vendin tënd. Si një parfum erë mirë, la jetën e tij në drurin e kryqit. Si një flijim. Dashurie. Jezusi nuk është si njerëzit që të përdorin, të gjykojnë, të harrojnë. Ai është ai që thot lëreni të qetë. Është ai që të mbron. Është ai që të shikon nevojën që ke. Është ai që të fton në falje, në jetë të re. Prandaj ai vetë thot, dhe këto janë fjalët e Jezusit, sepse Perëndia e deshi aq botën, shikoni me vëmendje, sa dha birin e tij të vetëm lindurin. Gjon Pakzori thot, kushdo që beson në të mos u mbat, por të ketë jetë të përjetshme. Kushdo që beson në të mos u mbas aty në atë liçenin me zjarr dhe qufur, por të ketë jetën e përjetshme. Jo vdekjen e përjetshme, vdekjen e dytë, por të ketë jetën e përjetshme. Edhe ai erdhi për shkak të dashurisë, edhe vdiq në kryq. Të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë Perëndis, po cilve? Atyre që besojnë në emrin e tij. Atyre që besojnë në emrin e tij. Kushdo që beson të ketë jetë të përjetshme. Kushdo që beson të mos u mbas por të ketë jetë të përjetshme. Ai u dha pushtet të bëhen bijtë Perëndis atyre që besojnë në emrin e tij. Dhe kjo është pyetja që un kam, a do ti besosh Jezusit sot? Sepse nëse ti beson atij, nëse ti beson atij, atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurr, thot Jezusi. Nëse ti shkon tek Krishti me besim, i beson atij që ai është Perëndia yt, shpëtimtari yt, që ai vdiq në kryq, mori dënimin e mëkatit që ti meriton, që është vdekja, ai vdiq për ty. S'kishte pse të vdiste, vdiq për ty për të dhënë ty dhuratën e jetës, jetën e përjetshme. Shpëtimi nuk merret duke qenë një njeri i mirë, një djalë i mirë, një grua e mirë, një nënë e fortë, një vajzë e mirë, nuk merret kështu shpëtimi. Shpëtimi merret duke ardhur tek Jezusi me besim. Duke ardhur tek Jezusi me besim. Jezusi nuk të përzë, ai të pranon. Ngrohtësisht po e them një gjë të tillë. Dhe sot Zoti nuk të pyet sa ke dhënë, ai të pyet a do të vish tek unë? A do të vish tek unë sot? Pikërisht për këtë erdhi Krishti. Po unë kam bërë shumë gabime. Pikërisht për këtë erdhi Krishti. Ndihemi pa pastër, ndihemi i pa denjë, ai erdhi të të pastrojë. Jo të dënoj,
atë që pendohet. Po unë kam turp, ai mori turpin tënd. Po unë jam lënduar nga njerëzit. Njerëzit mund të zhgënjejnë, ai është rusi. Eja tek ai. Eja tek ai. Edhe le t'ju them diçka shumë të rëndësishme nga kjo histori. Maria nuk e bleu Jezusin me parfumin. Dakor, le ta them këtë gjë në fund të ngjarjes sot që ne po studiojmë së bashku. Po çfarë bëri ajo? Ajo ju përgjigj dashurisë së tij. Krishti kishte bërë diçka për Marin, për Lazarin, ju kujtohet për Martën në kapitullin 11. Shpëtimi nuk blihet me vepra. Shpëtimi nuk blihet me sakrificat tona. Shpëtimi është dhuratë e hirit. Vjen te Krishti me besim, duke kuptuar dhe duke thënë Zot, unë jam mëkatar, unë meritoj pagesën e mëkatit, vdekjen. Por unë besoj te Ti që Ti erdhe, vdiqe për mua dhe more këtë pagesë, që unë duke besuar te Ti të kem jetën e përjetshme, të mos humbas Zot, por të kem jetën e përjetshme. Shpëtimi nuk merret duke u bërë perfekt, shpëtimi merret duke ardhur te Krishti. Si shpëtohet një njeri? Kupto që je mëkatar. Në Bibël thuhet të gjithë kanë mëkatuar. Nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Vjen përpara Zotit me një frymë pendese dhe beson që ai është shpëtimtari yt. Edhe ai të shpëton kur ti beson në Krishtin. Po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Do të shpëtohesh nga mëkati, nga fuqia e mëkatit, nga pagesa e mëkatit, nga vdekja e dytë. Zoti të shpëton. Si mundet të shpëtohesh ti sot? Je këtu sot në sallë, ja do mbarojmë tani. Je këtu sot në sallë. Do të shpëtohesh, rrëfe emrin e Tij. Rrëfe emrin e Tij me gojë. Beso me zemër që ai jo vetëm vdiq për ty, u varos, pa ai u ringjall për ty për të dhënë jetë. A mund ta bësh një gjë të tillë? Me zemër të besosh që ai është i gjallë, me gojë të rrëfesh Zotin Jezus, edhe ti do të shpëtohesh. A do të shpëtohesh sot nga fuqia e mëkatit, nga fuqia e vdekjes, nga vdekja e dytë? Besoj me zemër që ai erdhi vdiq për ty, u varos dhe është i gjallë. Rrëfeje me gojë emrin e Tij, që ai është Zoti dhe shpëtimtari i jetës tënde. Le të ulim kokën gjithë. Le të ulim kokën gjithë. Nëse je sot për herë të parë ose ke qenë dhe herë të tjera në kishë dhe do të thuash që unë dua sot tani, unë dua të rrëfej emrin e Krishtit si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Ai është Zoti dhe shpëtimtari im. A mund ta rrëfesh emrin e Tij tani? Thirrri emrin e Tij. Zot Jezus, thirrri pas meje, nën Z, po desha me Z si duash, por edhe mund të lutesh vet. Fjalët nuk janë magjike, është qëndrimi i zemrës, po thuaj atij. Zot Jezus, faleminderit që erdhe në tokë, në trajt njerëzore dhe vdiqe në kryq në vendin tim. Unë vite këti ashtu si që jam. Pranoj se jam mëkatar dhe kam nevojë për falje, më falë o Zot. Besoj se Ti vdiqe në kryq për mëkatet e mia dhe u ringjalle për mua. Të lutem më fal, më pastro dhe më jep jetë të re. Faleminderit për dhuratën e jetës së përjetshme. Unë të pranoj Ty si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës time. Dua të ndjek Ty, Zot, në emrin Tënd lutem. Amen. Mirë, nëse ti i kërkove Jezusit me sinqeritet, Perëndia e dëgjon, edhe ai nuk e refuzon atë që vjen tek ai. Nuk e refuzon atë që vjen tek ai. Nëse i ke besuar Krishtit sot, është gjëja më e çmuar, vendimi më i mirë që ti ke marrë. Dhe nëse ti ke besuar Jezusit sot, është herë e parë ose herë e disat, nëse vërtet i ke besuar atij rrëfeje emrin e Tij, jo thjesht duke e thënë me gojë, po a mund ta ngresh dorën sot nëse i ke besuar
Jezusit sot, është dikush që i ka besuar sot Krishtit, i ka bërë këtë lutje. Kemi dikë, thjesht duam të gëzojmë bashkë me ty nëse je sot. Mos ki turp. Ngri dorën. E mirë, okay. Atëherë të lutem, thuaj personit që të ka ftuar, nëse me të vërtet e ke bërë një gjë të tillë, sot i ke kërkuar Krishtit falje. Thuaj atij që dëgjoj, unë sot i besova jetën time me Krishtin. Ka gëzim, nëse jo atij, thuaj dikujt tjetër, të vjen turp ndaj atij, thuaj dikujt tjetër, thuaj që unë i besova Krishtit sot. Është gjëja më e bukur që ti ke bërë. Eja bashkohu që të ecim së bashku. Kemi nevojë që të rritemi edhe të besojmë Zotit në vazhdimsi. Le të mos jetë 8 marsi thjesht një ditë me lule, por një jetë me nderim. Le të adhurojmë Zotin bashkë. E çomi.